Mirëdita. Sot, në kulmin e fushatës elektorale, narkopadrinua i Shqipërisë, Totorino apo El Chapo, njoftoi vendimin e narkoqeverisë së tij për ndalimin e TikTokut për 12 muaj. Me këtë akt, censure të mbi 1 milion përdoruesve të TikTokut në Shqipëri, Edi Rama rrjeshton Shqipërinë me Afganistanin dhe Iranin. Ky akt censure është një akt i mirëfillt, fanatizmi, intolerance, frikë dhe tmerri nga mendimi i lirë dhe shprehja e tij. TikTok është një platformë komunikimi e cila ka pushtuar sot ka pëlqimin masivisht të rive në Shqipëri dhe në botë. Të pretendosh se po ecën drejt Europës dhe të rrjeshtosh Shqipërinë me Iranin, Afganistanin, Somalin, bën një akt monstruoz kundër fjalës së lirë, një censur, dhe dëshmon se udhëtimi europian i Shqipërisë është një hipokrizi për ty. Rikujtoj këtu se zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara J.D. Vance në fjalën e tij në Mynih konsideroi mbylljen e mediave sociale si një antivlerë shumë të rrezikshme për shoqëritë e lira, fjalën e lirë dhe mendimin e lirë. Tu heqish shqiptarëve të drejtën e përdorimit të TikTokut dëshmon se çfarë arbitrariteti ripërsërit eksakt atë që bënte Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama gjatë diktaturës, të cilët valve të radiove dhe televizioneve perëndimore u vinin zhurmues në të 4 anë të vendit. Me këtë rast, ftoj të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rit, të gjithë qytetarët, të nisim betejën tonë për çlirimin e TikTokut dhe për mbysjen e narkodiktatorit
me datën 15 mars proteste përgjithshme kombëtare në sheshin Skënderbeg para kryeministrisë. Një protest me të cilin kërkohet anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut. Ftoj gjimnazistët, ftoj të rit, ftoj dhe prindrit të mos bëhen viktime mashtrimit. Banal, të pa skrupull, të pa cip të Edi Ramës. Vdekja vrasja tragjike Martin Canit në dyrët e shkollës nuk kishte asnjë lidhje me TikTokun. Martini dhe bashkëmoshatari i tij që e vrau nuk kishin llogari në TikTok. Edi Rama përsëriti sot, firmosi sot, mbylljen e TikTokut, ekzekutimin e TikTokut në Shqipëri një lloj. Si baba i tij biologjik Kristaq Rama firmosi varjen militar të Havzinels 37 vite më parë në 10 gusht të vitit 1998. Protesta e fuqishme e trive shqiptar në të 4 anë të mblidhen këtu. Ndërkohë, përgjigje tjera do të projektohen ndaj këtij akti dënimit kapital të një platforme të mrekullueshme të komunikimit. Një tiran që qeveris vendin sikur është Afganistani apo Teherani, vetëm për shkak të kritikave të rrëbeshit, kritikave që ka patur nga të rit merr një akt të tillë. Fjala e lirë do fitoj. Mendimi i lirë do fitoj. Censura do përfundoj në koshën e plerave të historisë së bashku me Edi Ramën, i cili vërtetohet tani pas Enver Hoxhës, kryecensori tjetër i shqiptarëve. Faleminderit. Zoti Berisha, vetëm një pyetje. Me protesta kemi parë që nuk janë zgjidhur shpesh shumë gjëra. Do të jetë një hap tjetër i Partisë Demokratike edhe dërgimi i vendimit të qeverisë në gjykatën kushtetuese për të mos mbyllur TikTokun? Këtë zgjidh rinia, do e zgjidhin përdorës të TikTokut, kur ky mizor e mbyll me të njëjtën urrëtie për mendimin ndryshe një lloj si jati i tij që firmosi varjen e poetit ndelitar. Dhe ju lutem, meqense se jeni këtu, ja ku i keni 1400 pyetje dhe komente në të cilat nuk ekziston asnjë nga pyetjet që i është bërë Edi Ramës në monologun e tij, pyetjet e shpikura nga vetja e tij, pyetjet që i bën vetes për të shmangur gazetarët dhe për të bërë sikur i ka zëvendësuar ata me qytetarët. Ju lutem shumë qytetarëve të shohin të mashtrues publik i cili meriton të vetëm për këtë të lërë detyrën, por ai nuk ka dinjitet, nuk ka moral, nuk ka asgjë përveç mashtrimit që u bën qytetarëve shqiptar. Urdhoni.
Jepja edhe kolegëve tjerë, fotokopioni dhe jepja edhe kolegëve tjerë. Pra, këto kisha. Faleminderit.